Ka thonë pejgamberi sëm ka ra me flajt, duke vendosur dorën e djathtë, nën faqen e tij të djathtë, edhe thonte Allahumma qini adhabak yawma tab'athu ibadak, o Zot më ruaj nga dënimi yt ditën kur i ringjall krijesat e tua. Shiko, e ka përmendur ringjallën pse? Ase gjumi është dek. Unë po hyj në gjumë, nuk e di çka ndodh pasaj. Andaj nëse vdes në këtë gjumë, kur të ringjallna, më ringjall me rapt ato që kanë shpëtu, e mos më ringjall me rapt ato që dënimin tënë e kanë merituar. I ka lidh pejgamberi sa me çdo situatë lutjet. Ndaj të ndërvozur, nuk ka nevojë me zbulu dua tjera, nuk ka nevojë me bëu dua që s'ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nëse pejgamberi nuk ka bëu dua, çu që ka mësuar Allahu te bareku teala. Që ka mësuar Allahu xhalla wala. Ndaj kush na mëson me lut Allah më mirë se Allahu xhalla wala, kush na mëson me lut Allah më mirë se pejgamberi alayhi salatu wasallam. A dhe kështu lut pejgamberi alayhi salatu wasallam. Buhari rahimullahu të vazhdim në kodër të